I tërë falënderimi i takon vetëm Allahu te bareke ve taala. Vetëm ata e adhurojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe përshëndetja qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ecin në rrugës e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka zot tjetër të adhuruar me të drejtë pas Allahut azza wa jall, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Allahun e falenderojmë për çdo mirësi. Allahun e falenderojmë për çdo nimet. Allahun e falenderojmë në çfarë do gjendje. Besimtari në këtë botë përjeton gëzime të ndryshme. Përjeton gëzime kur Allahu atë e begaton me ndonjë mirësi, kur Allahu ati i jep ndonjë pasuri, kur Allahu ati i jep ndonjë të mirë nga kjo botë, kur Allahu atë e furnizon me evlad të mirë, kur Allahu atë e furnizon me bashkëshorte të mirë, kur Allahu atë e furnizon me mirësit e kësaj bote e të cilat janë të ndryshme dhe të shumta. Pastaj besimtari gëzohet kur ai i pret festat të cilat Allahu te bareke wa taala i ka lehtësuar për të. Gëzohet pas muajit të bekuar të Ramazanit kur ai e pret festën e Bajramit dhe e feston festën e Bajramit pas një muaji sakrifice në adhurim ndaj Allahut te bareke wa taala. Pastaj besimtari gëzohet, po ashtu kur ai e feston ditën e Kurban Bajramit, po ashtu pas një sakrifice të madhe, pas ibadeteve të mëdha të cilat i ka bërë gjatë ditëve të Dhulhijhes, pas thirrjes së Kurbanit të cilin e ka bërë për hir të Allahut te bareke wa taala. Pra besimtari në këtë botë përjeton gëzime të ndryshme. Besimtari në këtë botë gëzohet me mirësitë e Allahut te bareke wa taala. Dhe kjo është diçka e lejuar, është diçka të cilën Allahu te bareke wa taala e ka lehtësuar për të. Kurse gëzimet e besimtarit nuk janë të kufizuara vetëm në këtë botë. Gëzimet e besimtarit vazhdojnë të jenë edhe në botën tjetër. Gëzimi i parë të cilin besimtari e përjeton duke qenë në qysh në këtë botë është momenti kur ati i vjen me laçe e vdekjes për t'ia marrë shpirtin dhe e përgëzon atë duke i thënë: Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Në të vërtetë ata të cilët thanë se Zoti ynë është Allahu, në ato momente ata të cilët thanë se Zoti ynë është Allahu dhe qëndruan në të dhe ishin të qëndrueshëm në rrugën e Allahut te bareke wa taala, në ato momente atyre u zbresin me laçe të cilat u thonë se mos keni frikë dhe mos u piklloni, për ju nuk ka frikë dhe as pikëllim në ditën kur të dilni para Allahut te bareke wa taala. Nuk ka frikë dhe as pikëllim për atje ku jeni ju, jeni nisur. Dhe Allahu juve, pra qysh në këtë botë, ende pa i dalë shpirti, ju përgëzon me xhenetet të cilat ai u pati premtuar sa ishit gjallë dhe sa ishit në këtë botë. Ky është përgëzimi i parë të cilin besimtari e përjeton në momentin kur e merr rrugtimin e tij
për tek Allahu Tebareke wa Taala. Kurse gëzimi i dytë është gëzimi kur besimtari e merr librin e tij nga ana e djathtë, e merr librin e tij dhe e shfleton atë dhe e sheh se ai është i mbushur me punë dhe vepra të mira. Në ato momente ai gëzohet për arsye se vjen momenti kur ai futet në xhenet. Vjen momenti kur ai tani më nuk ka asnjë frikë për të. Vjen momenti kur ai do t'i përjetoj kënaqësitë e Allahut Tebareke wa Taala. Dhe ky është momenti më i gëzueshëm për besimtarin. Pra ky është momenti për të cilin besimtari punon qysh në këtë botë që ta përjetoj në botën tjetër, të futet në xhenetin e Allahut Tebareke wa Taala, në xhenetin në të cilin nuk ka më vdekje, në xhenetin në të cilin nuk ka më vështirësi, në xhenetin në të cilin nuk ka më lodhje, nuk ka më pikëllim, mirë po në atë ka kënaqësi, në atë ka lumturi. Aty është synimi i çdo besimtari që synon të arrijë qysh në këtë botë. Andaj e lutim Allahun Tebareke wa Taala që të mos na privoj nga gëzimet me të cilat i ka premtuar besimtarit në këtë botë dhe në botën tjetër. E lutim Allahun Tebareke wa Taala që të na bëjë për atyre të cilët librin e tyre e marrin nga ana e djathtë dhe për atyre të cilët i lexojnë veprat e tyre të mira dhe për atyre të cilët futen në xhenetin e Allahut Tebareke wa Taala. E lutim Allahun që të na bëjë të qëndrueshëm, të na bëjë të fuqishëm në fenë e tij dhe që nga kjo botë të dalim faqebarë, të falur nga ana e Allahut Tebareke wa Taala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.